Sheshi Skënderbej do të shndërrohet në sheshin e qytetarëve, kështu ka premtuar kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama gjatë vimit të nismës Një qytetar një pemë. Në kuadër të kësaj nisme në bulevardin Dëshmorët e Kombit janë mbjellë 37 pemë. Bulevardi i Tiranës i prishte prej kohësh këto pemë dhe ndërkohë unë pres me padurim që të vijojmë me sheshin Skënderbej duke transformuar në një shesh të qytetarëve këmbësor, të familjarëve, të fëmijëve të moshuarve dhe njëkohësisht në një shesh të jezuar rreth rrotullti me të tjera pisha që do të mbillen dhe që do ta transformojnë qendrën e Tiranës në zemrën e një zhvillimi të shekullit të ri dhe njëkohësisht në një pikë referimi jo vetëm për të shkuar në saj, por edhe drejt së ardhmës. E njëkohësisht unë dua të ritheksoj se në 4 vitet e ardhshme ne do të mbjellim jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë më shumë pemë se që janë mbjellë në këto 18 vjet më së bashku. Ndërkaq kjo nismë është përkrahur dhe nga kompania Eagle Mobile. Një qytetar një pemë synon të shtrihet në mbarvendin dhe të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së mjedisit të Tiranës.